Ebu Jezid Man ibn Jezid Ahnezi, babai dhe gjyshi i të cilit kanë qenë sahab, tregon: Babai im Jezidi nxori disa dinar për t'i dhënë sadaka dhe i la pra një personi në xhaminë e profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Unë shkova në xhami, mora parat dhe ja dorëzova babait. Mirëpo babai më tha: Pasha Allahun, unë nuk i kam lënë ato që ti marrësh ti. Për këtë arsye, unë ja parashtrova situatën profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili na tha: Jezid, ti e ke fituar shpërblimin e qëllimit të asaj që dhe, ndërsa ty, Oman, të takon ajo që more. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Gjatë dhënies së sadakas është kusht që qëllimi të jetë për hir të Allahut. Sadakaja mund të jepet edhe personit më të afërt. Sadakaja mund të jepet edhe me anë të një përfaqësuesi. Në jetën e sahabëve, xhamit kishin një rol të rëndësishëm, sepse ata përdoreshin edhe si vende ku mund të jepej sadaka.